Allahu na ka thirr me emër, na ka thirr me thirrje ledhatuse, dashurie, duke na thënë kul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Thuaj robëve të mi, ju që e keni tepru me mëkate, la taqnatu min rahmatillah, mos i humni shpresat në mëshirën e Allahut azza xal. Pse o Zot, inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allahu i fal gjitha mëkatet. Çka duhet me bëna? Me u pendu. E pse Allahu i fal gjitha mëkatet? Innehu huwal ghafurur rahim. Për shkak se ai është falës edhe është mëshirues i madh. Andaj kjo është një përgëzim për neve që disa prej sahabëve kanë thënë që ky është ajeti më shpresdhënës në Kur'an. Për tyre ka thënë Aliu radhiyallahu anhu që ajeti më shpresdhënës në Kur'an është ky ajet që është përgëzim për gjithë besimtarët. Ana tjetër është e vërtetë që njeriu kanëherë do thotë nuk ka mundësi me marrë balancim mes punëve të mira dhe të këqija. Nganjëherë është vepërmir, nganjëherë mëkaton. Mirë po megjithatë, ai asnjëherë nuk gëzon me i hub shpresat në mëshirën e Allahut, por njëkohësisht nuk gëzon edhe me e siguru veten nga dënimi i Allahut azza xal. Nga se kanëherë mëkatari që ka bën mëkate, por loton për shkak mëkateve të tij është më i dashur te Allahu se ai i cili ka bën punë të mira, por treguohet me një madh edhe e ndin një vallë sigurie. Për shembull, nëse shikojmë jetën e sahabëve, Uthmani radhiyallahu anhu ka thënë, po të gjendesha mes xhenetit dhe xhehenemit, edhe do të prisja se a do të më thirret emri të shkoj në xhenet apo në xhehenem, kisha dashur që të mos ekzistoj fare apo të isha bërë dhe. Këtë Uthmani ka thonë nga respekti që ka pas ndaj Zotit xhelalu ala, edhe nga frika ndaj Allahut. Nuk e kanë pas këtë gjendje vazhdimisht sahabët, se nuk është gjendje që do të duhet me pas muslimani, por ka dashur me tregu që mua më ka garantuar Zoti me xhenet, sa ka qenë gjallë pejgamberi në gjuhën e të dërguarit e tij, ka qenë halife i drejtë, edhe kush ka qenë Uthmani. Ose për shembull, ka thonë Ebu Bekri radhiyallahu anhu kur e ka menduar frikën ndaj Zotit, kur e ka menduar xhehenemin, ka thonë sikurse të isha gjethe ose pem që do të ngrënesha nga të tjerët edhe pastaj do të përfundonte çështja ime.